Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatis popkeka që janë shumë të buta dhe me shije fantastike. Tash vazhdojmë në kuzhinë për përgatitjen e këtyre popkekave kaq të shijshme. Së pari shtojmë 4 vezë me temperaturë dhome. Ta shtojmë edhe një gotë sheqer i vërzimë. Pastaj shtojmë edhe një gotë vaj. Unë gotat i kam nga 250 ml. Pastaj shtojmë edhe një gotë kos. Në fund shtojmë edhe një gotë kokos. Ta shtojmë edhe 2 gota miell. Ta shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje. Ta shtoj edhe një pako sheqer vanile. E tash mbarua, kështu duhet të jetë brumi. Tash unë këtu formën e kam lyer me margarin dhe e hedhim brumin. Së pari hedhim vetëm pak brum, se për arsye se do të hedhim edhe rrush të thatë. Unë preferoj që rrushën e thatë të hedhim në mes, për arsye se për mi mund të diqen edhe në furrë. Gjithsena në vejtën 2 lugë, një lugë në fillim dhe pastaj në fund. Vazhdojmë kështu njëjtë i mbushim të gjithë format.
Tash, pasi përfunduam me përgatitjen e popkekave, i fusim në furrë për 15 deri në 20 minuta dhe furra duhet të jetë e nxehtë në 220 gradë. Tash përfunduam me përgatitjen e këtyre popkekave kaq të shijshme. Ja vlen që të provohet, shpresoj të ketë pëlqyer dhe mos harroni të bëni like, subscribe dhe comment.